Ministria e Punëve të Brendshme ka zbardhur rastin e sulmit fizik ndaj një vajze 11 vjeçare nga Çairi, i cili ka ndodhur me 20 qershor në Shkup. Sipas MPB-s, vajza është sulmuar nga 3 bashkëmoshatare, ndërsa një tjetër ka filmuar ngjarjen me telefon dhe videoja është publikuar më vonë në rrjetet sociale. Rasti është denoncuar në polici me 1 shtator nga babai i vajzës së sulmuar, i cili ka deklaruar se për ngjarjen ka mësuar nëpërmjet rrjeteve sociale, pasi vajza nuk ka treguar nga frika e një sulmi të mundshëm të përsëritur. Sipas Fatmira Ajdarit nga ambasada e parë e fëmijëve me gjashi, dhuna kibernetike është përhapur së fundmi kryesisht tek të rinjt, dhe veçanërisht shpërndarja e videove në rrjetet sociale përbën një formë të kësaj dhune. Në raste të tilla është domosdoshme që viktimat të trajtohen nga psikolog për të tejkaluar pasojat psikologjike dhe izolimin social të mundshëm, që vinë pas shpërndarjes së materialeve të dhunës në rrjetet sociale. Në videon konkrete ne kemi dhunues të gjithë përveç viktimës e cila është e dhunuar. Edhe ato që inqizojnë janë dhunuese. Në vend që të intervenojnë që të ndalet dhuna, ato bashkohen në këtë proces. Aq më tepër mandej edhe ato të cilët e shpërndajnë në për rrjetet sociale ose në për portalet e ndryshme. Për këtë arsye është mjaft e rëndësishme që të punojmë në ngritjen e vetdijes, qoftë tek fëmijët, qoftë te prindrit, qoftë te institucionet, që në dhuna të parandalohet në aspektin e asaj që të raportohet. Sipas Ajdarit, dhuna nuk njeh moshë as gjini, por videot e dhunës ndërmjet të rinjve që shfaqen së fundmi, në të shumtën e rasteve janë vajza dhe kjo ngre alarm për të marrë masa për veprim të menjëhershëm. Fatkeqësisht, videot të cilat shfaqen në të shumtën e rasteve paraqiten domethënë vajza të cilat janë inqizuar ose inqizojnë njëra tjetrën. Nuk do të kisha thënë që të edukohen vetëm vajzat, po të edukohen të gjithë në përgjithësi në këtë aspekt, për arsye se dhuna nuk njeh moshë edhe dhuna nuk njeh gjini. Fatkeqësisht ky është lloji komunikimit i cili veç më na shfaqet. Këto janë alarme për të cilat moti kanë filluar që të na paraqiten. Ajo që ne duhet bëjmë është të veprojmë për atë që nuk kemi vepruar më parë. Për rastin e sulmit ndaj 11 vjeçares nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se të miturat e përfshira dhe prindërit e tyre janë thirrur në stacionin policor në SPB Shkup dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tyre do të ngrihet kallëzim për veprën penale, dhunë dhe filmimi pa autorizuar.